Sigurisht që ky ngurtësim i zemrës nuk vjen ashtu kot, vetvetiu. Te besimtari. Te besimtari dhe besimtarja ky ngurtësim dhe kjo sëmundje e zemrës ka ardhur në saj të disa shkaqeve në të cilat ka kaluar ky besimtar apo kjo besimtare. Së pari është dashuria për dynjan, mbështetja tek ajo dhe harrimi i botës tjetër. Një nga shkaqet më të rrezikshme, të cilat ndikojnë në ngurtësimin e kësaj zemre. Sepse nëse dashuria për dynjan mbizoton në këtë zemër, i dobësohet besimi, fillon dhe i venitet ky besim. Dobësojnë shkaqet e lidhjes me Allahun subhanahu wa taala dhe kjo zemër lidhet me dynjan. I bëhet adhurimi i vështirë, i bëhet i rënd, i bëhet barr mbi shpinë. E humbet ëmbëlsinë dhe ngushëllimin që mund të gjejë në këtë adhurim dhe mundohet ta gjejë ngushëllimin e vet në dëshirat e ndryshme të kësaj dynjaje.